Jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës për t'ju njoftuar që si Parti Demokratike të Kosovës sot do të dorëzojmë kallëzim penal ndaj deputetit Albin Kurti dhe të gjithë deputetëve tjerë të lëvizjeve vendosje, të cilët mbajnë funksione të dyfishta, pra janë edhe anëtarë të qeverisë, edhe ministra, edhe janë betuar si deputet. Unë kallëzimin penal këtu e kam me vete. Ky kallëzim penal do të depozitohet në prokurorinë speciale për besoj gjyqësore prej këtu, masi të përfundon konferenca jonë për media. Shkelja e Kushtetutës të Kosovës, e ligjit për qeverinë dhe po ashtu e vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk mund të vazhdoj, prandaj nevojitet aktivizimi i prokurorisë shtetit. Siç besoj edhe dini, moszbatimi i vendimeve gjyqësore të gjykatave të rregullta të Kosovës është vepër penale, prandaj moszbatimi i vendimit të Gjykatës Supreme, akt gjykimit, në rastin e ministrit e Kuran Murati, cili vlen edhe për anëtarë tjerë qeverisë, përbën vepër të pastër penale dhe kërkohet reagimi i prokurorisë shtetit. Siç dihet, ne nuk e kemi të paraportë si vepër penale moszbatimin e vendimeve të gjykatës shëtuese, por të gjykatave të rregullta, siç është gjykata Supreme, është vepër penale dhe pashtu në kallëzim kemi përmend edhe shpërdorimin e detyrës zyrtare, sepse duke marrë funksionet paligjshme, janë shpërnda mijëra euro në disa vendime që e marrë nga qeveria e Kosovës, dhe kjo situatë nuk mund të vazhdoj, duhet intervenimi i prokurorisë për të vënë në vend zbatimin e vendimit të Gjykatës Supreme, të ligjit dhe të Kushtetutës po ashtu. Ose ka dikush? Po. Në fakt, bëhet fjallë për një deklarim që pak sot zbërkën ju sa doli nga gjykata për një tjetër rast. Këta se i kanë emrat për president, por rende nuk ka një takim të tillë që bëmbat me LDK-n. Si shihni këtë proces, për shkak që është edhe si rjedhoi? Ne kemi deklaruar një qëndrim që nuk e ndrojmë më. Ne nuk kemi asnjë negociat me lëvizjen vendosje. Ne jemi parti opozitare, neve nuk na intereson çka bën lëvizja vendosje, sepse dialogu mes neve ka dështuar për shfaqje të Albin Kurtit, sepse ka saju një proces që ka çu drejt dështimit dialogut politik, kështu që ne jemi parti opozitare, edhe ky qëndrim është qëndrim shumë korrekt, por e keqja e sotme, e situatës sotme është që kuvendi ku na veprojmë si parti opozitare, është i mbyllur dhe është pamundsu veprimi opozitar normal, prandaj sot po i drejtohemi prokurorisë speciale. A është presidenti Lishëm ai që del nga ky kuvend që bëhet pas afateve dhe a ekziston mundësia që të qenë një kushtetuese, qoftë në skrimin e kuvendit, qoftë ndonjë vendim që mirët më pas, edhe pas kalimit të ditëshit që nuk ka pas ankesën e kushtetuese? Nuk do të kisha folur për situata hipotetike me mirë kuptim, po ajo që na angazhohemi sot është që kuvendi duhet të themelohet, sepse ka vendim të gjykatës kushtetuese që thotë që shkelja e afatit për konstituim të kuvendit nuk e shpërndan kuvendin, pra nuk e shuan detyrimin për ta themeluar atë, kështu që ne po bëjmë ftesë me u themelu. Vendimet që dalin nga ai kuvend do ta shohim, kuvendi ka gry legitimitetin e vet. Përkatësisht këtë ka bërë lëvizja vendosje, duke mos e themelu, edhe një muaj e gjys pas janë certifikuar zgjedhjet, edhe sa u bën 2 muaj nga dita e zgjedhjeve. Nuk mund të ketë kushtetut tilla absurde edhe interpretime tilla absurde që me muaj tërë mbajnë një institucion të pathemeluar. Nga themelimi i këtij institucioni janë 60 ditë me zgjedh presidentin dhe ka mjaftueshëm kohë për të bërë negociata. Nëse 60 ditë janë mjaftueshme, kushtetuta ka parapar me shku në zgjedhje. Nëse nuk arrihet ajo, sigurisht që duhet të lëvizet tutje. Shikoni, nuk mendoj që është problema ajo. Ky është një veprim politik. Ne e dim që këtu s'mund zgjedhim kryetar kuvendi, as mund ta konstruojmë kuvendin se si kemi votat. Kjo është e ditur. Ky është një veprim politik. Mungon një deputet një ditë, vjen një deputet tjetër një ditë, kjo nuk po të varej nga deputet tonë vinë 22 sa jemi. Kur është varur jemi ardhur. Ky është një veprim politik, mungesa një deputeti në një ditë, një tjetër në një ditë nuk e ndron veprimin politik dhe qëllimin tonë politik me orë në vendin ku jemi zgjedhur. Në këtë kuvend herën e kaluar, vitin e kaluar jemi mbledh 1050 herë. Se thëshin du të më respektu 48 orëshit. Tash nuk respektohet. Atëherë si kishin votat, vishin propozeshin. Tash i kanë votat, nuk vinë me propozu. Logjika e njëjtë, me bloku Kosovën, me bloku themelimin e institucion. Për neve ai nuk është kryeministër, është deputet si çdo deputet tjetër, asnjë funksion s'mund të shtrohet pa kushtetues. Pjesën tjetër me mirë kuptim e kisha lënë për deklarime
në një rast tjetër ku kemi një konferencë politike ose të kryetarit partisë. E thash qëndrimin, ne jemi parti opozitare. E thash qëndrimin tonë, qëndrimi jonë që me konë parti opozitare nuk ka ndru, nuk do të ndroj, sepse nuk është qëndrim që bëhet një ditë edhe ndryshohet, është qëndrim i diskutum në krejt strukturat e PDK-s, edhe të cilin do të ambajmë deri në fund. Jemi përcaktuar për parti opozitare, nuk jemi në proces zgjedhjes, president. Faleminderit shumë gjë.